Sërish në studio dhe në fakt ishe e anonqova dhe të premten ku kishe Leonardo Ollin, i thash që një kolega kërkuar të ketë një përballje, sepse kishe ide të tërësisht të kundërta me ty, bëhet fjalë për kolegun Genc Burimi dhe kam kënaqësi të kem të dy bashkë, Burimi dhe Olli, kënaqësi të kem sërish në këtë përballje të dyve. Faleminderit që u bashkuat. Kënaqësia jona. Faleminderit. Genc, po nis me ty Genc. Kishe shumë kritika për Ibarin, për PD-n, për PS-n, nga deklaratët që tha Olli, ja ku e ke Olli tashmë mund të debatoni padyshim, e di jam shumë i qartë që do jetë një bisedë me tonet kulturuar siç jeni të dy dhe e vlerësoj shumë që pranua të dy për që në këtë përballje. Genc, çfarë kundërshtisht kishe me qëndrimet e Ollit? Jo, do të jem që në fillim i sinqert, preferoj që ta rivër kolegu tjetër kontekstin, sepse kam haruar gjithçka që kam dëgjuar. Okej, ja kjo është më e ndershmja, kjo është totalisht më e ndershmja, Genc. Po të dhe arsye pse. Okej. Sepse kam qenë dje në një mbrëmje, që mazite, ku ndihesh krenar të ishe shqiptar. Si ishte, ishim ftuar për një koncert e Moneda Jahos. Okej. Në një sallë koncerti mitike e Parisit që është 2 hapa nga Elizeja. Shala biles kur Sarkozia për të zgjedhur aty ndodhi panca pra sal gavosh, sal shmenjor. I rrallë kote fundit të Paris, Moneda dhe ishte plot salla. Dhe surpriza që patëm në fund fare ishte e kalonte çdo lloj pritshmërie kur një përfaqësues i qeverisë franceze, një në skem, dhe thotë mos u trëmni, thotë nuk jam muzikant, nuk jam dirigjent. Dhe salla shpërthen në dortokit se thotë që ka marrë këtu për t'i dhënë Monedës dekoratën e lartë të kalorsës së rendit të urdhrit të artëve. Pra ishte diçka domethënë kaq. Perfekt. Okej, e kuptoj. Padyshim, është totalisht jam komplet larg politikës shqiptare. Shumë okej. Atëherë Olli, paktën nga bisedë që po e shikoj edhe unë, Genci ka pasur ishte kundër teje në pjesën e analizës që ti bëre për Ibarin, për qasjen që ti kishe për Ibarin, për miratimin e Ibarit. Rikthehemi edhe një herë, pse ti e quajtë pozitive këtë etapë apo jo? Jo, nuk e kam quajtur fare pozitive. Përkundrazi, e quajta një qasje, do të thoja teknokrate nga pikpamja e Bashkimit Evropian, por që qartazi ka dëshmuar të tërë paaftësinë e qeverisë për të realizuar detyrat e shtëpisë. Pra, ato që paraprakisht ata i kanë shtruar si kushte bazë të cilat duhet të plotësohen për sa i takon çështjes së drejtësisë, luftës kundër korrupsionit, shtetin e së drejtës, sepse nuk dua ta ngatroj me shtetin ligjor, është çik term problematik në Shqipëri, shteti ligjor, ndërkohë që ne kemi problem me shtetin e së drejtës. Pra unë do të thoja që pavarësisht një optimizmi që ndodhi më pasi kishim zhvilluar në bisedën edhe nga ana e kryeministrit, e zeza mbi të bardhë dëshmon qartazi që Shqipëria vuan 3 probleme madhore, që është korrupsioni endemik i shpërndar në çdo qelizë të funksionimit të shtetit. E dyta dhe kryesorja është shteti i së drejtës, i cili është pothuajse i rrezikuar, se nuk do të thoja inekzistent, se pastaj do të kaloja në një stad tjetër të gjykimit, dhe ajo që është e treta dhe po aq kryesorja, është që ne nuk kemi një republikë parlamentare, por kemi një republikë kryeministrore. Për aq kohë sa kontrolli i ligjvënësve mbi ekzekutivin është zero dhe ndodh e kundërta, është ekzekutivi që urdhëron legjislativin se si do të votojë, unë besoj që vetëm kushte dhe kritere për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian konkretisht ne nuk mund të kemi. Pastaj në pjesën formale që janë hapur kaq, janë pranuar nga qeveria aq e të tjera me radhë, kjo ngelet një gjë që është pjesë e një. E kuptova, Olli do thjesht për të rrisjell pikat. Ndërkohë, një tjetër pikë që Genci më ka shkruar se po lexoj tashmë ka. Jo, Genc, vetëm se. Okej, vazhdo Genc, po. Jo Genc. Më ka rënë pika e dytë, më rikthye kujtesa prandaj si puna aty që. Perfekt. Më rikthye kujtesa ku isha dakord. Biles u çova nga kanapeja, çova një mesazh. Është pa mundur. Atë, të jap një imazh ajo që më bëri
që të them që shpresoj, jo shpresoj, por kështu është fatkeqësi që kjo që dëgjova është koncept dominues në Shqipëri dhe keni totalisht gabim. Imazhi cili është? Imazhi është ti pas atë me një sherr, ku them më mbas trash, më mbas trash, e shihni të skem të bëri Evropa me Shqipërinë. Ju dha juve të gjithëve atë ndjenjën falso po i bie Ramës, siç po i bie Serbisë ku pikula është raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë. Asaj po i bien ata. Pikula thotë që Serbia sot ka në krye një autokrat. Dhe menduam se edhe në Shqipëri drejt sa po shkonin këta Europianët. Menduam se blokuan i barin pikërisht e thanë do të bijem, më mbas do të bijem në 12 mars. Kujtohet kur gjermanët 12 mars bën atë komunikatën e ashpër ambasadë për Ballukun. E vjen ai Tolombaca që u fryje. U shpry, ja dhani barin. Se çfarë do të thoni juve? Jo po kështu, jo po ashtu, jo po Shqipëria nuk i plotson. Ore, e kuptoj që Rama sot fitoi nga ana e narrativës. Çfarë do të thosh për një ndeshje në finale? Pas një jave, PSG ndrova prapë them me Arsenalin. Jo po lutim mbrojtje për të fundfare është rezultati. Ati ju hap i bari. Okej. Dhe sot. Ati nuk ju hap i bari, megjithatë, le të mos diskutojmë këtë pjesë. Ata bën një deklaratë. Po. Ja, vetëm një sekond. Gens, vetëm një sekond. Ja, vetëm një sekond se ka një. Gens, vetëm një sekond. Po, Olli. Tani, ne do diskutojmë nëse Europa mund të ishte me ashpër se ç'është, apo duhet të themi se ç'a ka shkruar të zezë mbi të bardhë. Të zezë mbi të bardhë është kjo që po them unë se të lexova, nëse ka ndonjë raport tjetër nuk e di. Dhe pjesa e tyre e deklaratës, të lutem Genci. Nuk të mbrap ç'është i Balluku. Ti vazhdo ti mbaj do të bjerë. Ore, i vetet kjo mbetet kërkesë themelore e tyre dhe unë nuk besoj sa ta kanë hequr dorë nga kjo. Ja dhani barin, sot e Tirana del ball lart, shqiptarëve thotë, çfarë punë keni? Ma dhan. Pra ata sot, europianët sot, si ja dhani barin, të lutem, si ja dhani barin. Skandalin. Okej, vetëm një sekond, si ja dhanë? Që fillojmë domethënë pjesën e negociatës, po kjo është e hapur, janë kapituj të hapur. Edhe qëndrimi i vendeve ishte i formës prerë që Shqipëria s'ka bërë gjë për punën në luftën kundër korrupsionit, edhe sulmet e politikës ndaj organeve të reja të drejtësisë, edhe ndërhyrjen e parlamentit ndaj SPAK-ut për ta marrë në kontroll, të gjitha janë shkruar aty. Dhe besoj që nëse nuk do të plotësohen këto, këtu nuk kemi të bëjmë me provimin dhe mori Edi Rama, apo kush do Edi Rama mori nga 4 që është Gjecia, mori 5 dhe iku. Është një proces i lijon. Dhe ata thjesht kanë marrë zgjatje kohë në raport me kaq. Dhe unë nuk ka pse, unë besoj se ne nuk duhet të shtrojmë bisedën se çfarë bëjnë europianët dhe ne duhet ta ngrejmë se çfarë po ndodh realisht në Shqipëri. Europianët ne nuk ja mësojmë dot europianëve se si do bëjnë detyrat e tyre të shtëpisë. Okej, po Gens. Nuk kam asnjë kompetencë të kësaj natyre. Nga që jemi me Skype, lutem edhe pak se nuk dëgjojmë ne tjetrin. Po Gens, jo, të mundojmë bëri pak rregull se jeni të dy me Skype dhe ka vonesa dhe nuk dëgjojnë njëri tjetrin. Po Gens, jo. Tani hym ke procesi. Okej. Përse Rama ja hodhi? Përse këta na mashtruan? Unë nuk ju dëgjoj, Fimi. Okej, vetëm një sekond, mendimin e regjisë, Gens, vetëm një sekond. Mendimin e regjisë rregullojmë pak Nardi, pra se po kuptuaj që ndoshta Nardi nuk na dëgjonte, besoj Nard, jemi rregull, dëgjon tani apo jo? Nard, më dëgjon? Okej. Fimi nuk ju dëgjoj juve në studio, vetëm Genci dëgjoj. Okej, dëgjom Genci, vazhdo, më rëndësi ka dëgjosh Genci. Jo, dëgjoj Genci, po. Atë hym tani në pak teknikalitet në proces, e t'ju shpjegoj me A plus B para C, përse ky zotëria hodhi. Sepse ky zotëri nuk do, ky Rama, nuk, e di fare me që ky në fund të përfatkeqësinë tonë, gjithë shqiptarëve, në fund të procesit nuk e ka integrimin. Se janë shumë larg. Ky çfarë do? Ky do thjesht t'ju hedh një shqiptarëve të thotë që e mora një farë integrimi. Ky do atë pikërisht atë letër që bëri me Vučić. Çfarë do ky? Më dëgjoni me vëmendje. E ka thënë Ministri i Jashtëm, Prit Hoxha në intervistë, do ta lexoni që ka thënë ke Shqipi Belli. Ky do që
në çdo kapitull që mbyllet, marr një kapitull, marr arsimin. Arsimi sot, Shqipëria mund ta mbyll arsimin, por nuk mbyllesh para aq kohë sa mbyll Shqipëri. Po mbyll arsimi ose peshkimi, propozojnë këta, shqiptar, ose me tjerë, që në çdo komision të atij kapitulli që mbyllet, për shembull, komisioni i arsimit, Shqipëria të hyjë në atë komision si bashkëpunuese, pra të quhet antare e BE-s, pa qenë me drejt vote. Ka shkruar se shqiptarëve në 2009. Okej. Dhe kjo që bë, tani, dita i bllokohesh nga dy vende kryesore, bllokohesh nga Gjermania, ose oni dosin balluku, si bëj Gjermania asaj kohe, bëj atë komunikat me ambasadës që e madhe shumë, bllokohesh nga Gjermania dhe bllokohesh nga Greqia. Dhe thotë i vende, hoqë pengesën. Greqia e pat sot se hoqë pengesën, se keni në Tiranë, Nisën vendjes, po. që duan naftën dhe gazin që takon shqiptarëve, po e marrin grek. Edhe Greqia thapi, do ta heqë për i barin pengesën? Ma lërë. E kënë Tiranë sot. Gjermania pse? Sepse Gjermania po të merrohet, e pa meci, e pa gjithë që është oreshniku. E pa të oreshniku, që është oreshniku? Gjermania sot ka vetëm një shpresë që Ukraina të hyjë në BE në mënyrë që të jetë në një pest ekuivalent i NATO-s që është në BE, që është në 28, që të mbrojë BE-ja Ukrainë. Të do Gjermania sot. Okej. Sa po të hyjë Ukraina në BE, Ukraina nuk ka kushte. Për këtë Shqipëria, si unë s'ka zgjedhje. Çfarë bën Mercin thotë, e ulin stekën poshtë, ti futim në pa kushte. Për ta jepja Shqipërisë parë. Që të brapa që thonë ille, jo po s'ke bërë, ati ju dha goli Ramës. Ka gjithë Rama. Okej. Tani tapaj çfarë mbasi parë, është gjithë kapitulli që në hapur, dhe janë gati për mbyllje, ky mund të mbylli. E keni për të parë tani se do të jampoj, deri në 31 dhjetor të vitit, do të jampoj. Mbyllëm arsimin, mbyllëm peshkimin, mbyllëm ambientin, fitore. Okej. Dhe jashtë u Olli, po. Shqiptarët u traktuar nga kjo Europë që është interesa i vet. Një Europë greke që do naftën dhe gazin që janë para brigjeve tona, dhe një Europë gjermane që ka prit nga luftë. Okej. Olli, e kuptova. Olli, demokracia shqiptare. kundër argumenti jot, Olli, më dëgjon? Demokracia shqiptare. Pra, o zgjoni ju, o dini nga miopia ju, o të vazhdoni, do keni në Shqipëri një regjim autokrat në BE. Okej, Nard, më dëgjon? Nard, më dëgjon tani, besoj jemi në rregull? Po jo, po tani ju dëgjoj, po çështja e qëndron që Okej, në rregull. Kjo këtë më kisha. Tani vi jo debatin e burimin, thjesht do e provoj, jemi okej apo jo bashkë. Jo, problemi që shtron zoti Burimi për fat keq është përtej edhe diskutimit, edhe kompetencave jote apo të kujtosh shqiptarit për të shprehur, sepse ne nuk mund të mësojmë. Nardi, një sekond të lutem. Më dëgjon? Gens, më dëgjon? Dëgjoj shumë dobët. Okej, nuk e di, është problemi Skype-it, nga që të dy jeni më saktë me Teams. Besoj, jemi okej, Gens, tashmë se duhet të mbaj konfirmimet të dyve. Gens, më dëgjon më mirë tashmë? Okej, vetëm provojnë për pak kufjet, Gens, ndoshta e ka më mirë, ndoshta. Jemi okej. Olli, vjo, se jam bërë si arbitër, Olli Burimi, vjo. Pra jo me nuk është çështje arbitri, i dashur thimi, ka një problem. Ne lexojmë ato çka ka shkruar vetë Bashkimi Evropian apo Komisioni Evropian në raport me kriteret e paplotësuara dhe problematikat e Shqipërisë. Pastaj ne nuk kemi fuqi as t'i komentojmë, dhe më sigurisht që mund t'i komentojmë, por nuk kemi ndonjë fuqi të madhe as tagër për të mësuar Bashkimin Evropian se si unë të dëgjova, të lutem, unë të dëgjova me shumë durim dhe nuk të ndërpreva. Ore, a ka mundësi të dëgjosh tani apo do flasësh vetë? Se do të flasësh vetë, iki unë dhe vazhdo folë, se është një problem. Gens, vetëm një sekund. Që s'ka prik, Olli, që s'ka prik. Ky është një ministeri dhe meje, thonë s'ka prik. Okej, Gens, duke qenë se jeni dy me Skype, nuk bëhet debat. Okej, po, Olli. Edhe njerë. Atëherë, pse Gens thotë Gensi, po. Shko, zoti Burimi. Ja, qatar janë, që është Malta, qatar janë. Po s'komentojnë Evropën? Çfarë është Greqia? Fshatar janë. Po s'komentojnë Evropën? Çfarë është Bullgaria? Korruptuar janë, more. Mos komentojnë Evropën? Olli. Nuk mund të bëhet bisedë në qoftë njëri ka dëshirë vetëm të flasë dhe tjetri të dëgjojë. Unë nuk do të dëgjoj dhe nuk do të fare se nuk kam të shqetësim. Vëri një parukë në kokë, sikone e oborit të ligjit 14, Olli, nuk komentohet Evropa. Okej, po, Nard.
Okej, O zotrin, okej, dëgjoj qikë se Shqip jam duke folur se me qenë se aty në Francë mund të kesh haruar dhe gjuhën Shqipe. Tani më dëgjoj qikë më vëmendje. Respekto kohën e tjetrit. Ti ka që minimum etike sa të respektosh kohën e tjetrit. Ti ka që etik sa të respektosh kohën e tjetrit. A ka mundësi thimi të lutem? Patjetër, okej, tani me radhë. Po, Olli. Po jo, pse tash nuk ka sens kjo se përveç jemi gjithë online. Padyshim, keni të drejtë. Edhe i kakofoni fare e panevojshme. Dhe nuk dëgjohet njëri tjetri. Po flasnu se na dolën trima si Skënderbeu e Gjergje Lezalia. Nuk i mësoj do të në Bashkimit Evropian se se nuk merremi vesh. Ti japi përgjigje shqetësimit tënd, Gens, të lutem. Që të merremi vesh mos bëjmë debat kakofoni. Olli, Gens, pse nuk e shajmë do të bëjë ne? Pse thua nuk e shajmë bëjë? Unë e kam për detyrë morale dhe qytetare të nxjerr ato materiale të cilat janë aty të zezë mbi të bardhë që duhet të nxjerrin tërë mediat, opozita dhe të gjithë bashkë. Se si e bën Bashkimi Evropian detyrën e tij? A e bën mirë, a e bën keq, a e bën me hile, a e bën pa hile? Ja e komentoj, ja nuk e komentoj unë, kjo nuk hyn në punë askujt sepse ne nuk do të ndryshojmë dot metodologjinë Bashkimit Evropian. Çështja është që ne duhet jemi racional të ato që themi. Nëse ne tani do të fillojmë dhe do t'i themi Bashkimit Evropian se ti duhet i bësh detyrat kështu, apo Trump duhet ta drejtojë Amerikën në atë mënyrë, sigurisht unë nuk hyj ke kjo kompetencë. Dhe këtu nuk ka nevojë as për qëndrim dhe as për qenë frikacak. Këtu është e nevojshme për qenë racional se çfarë duhet bëjmë dhe çfarë duhet themi. Dhe kjo është e vërteta. Ne duhet ju themi shqiptarëve atë që thuhet, edhe pse Edi Rama mund të ketë marrë një lej me mik për aq sa mund të ketë ndërhyrë aty. Çështjet e gazit, çështjet e Gjermanisë, çështjet e tjera, ky vend i këtu me tërë defektet që ka edhe gjykatë kushtetuese, pastaj ka edhe gjykatë të drejtave në Strasburg apo dhe gjykata europiane, dhe opozita që është aty në parlament, që është mandatuar nga shqiptarët për të bërë oponencën e qeverisë, le të ndjek të gjitha ato probleme, siç i ka ndjekur majoranca njëherë e kohë me ligjin për detin e tjera e tjera. Pra, nuk kam ndërmend, jo sot, po edhe mo të mësoj Bashkimit Evropian se si ta bëj metodologjinë dhe të bëj punën e vet. Në qoftë se zoti Burimi do ta bëj këtë, është në të drejtën e tij dhe unë s'kam asnjë lloj shqetësimi në këtë çështje. Po Gens. Olli, unë po them ty të komentosh Amerikën në Iran apo bëhen në Ukrainë. Unë të them ty ke detyrë morale zotëri, si puna ime, të komentosh kur Amerika dhe BE-ja marrin vendime që impaktojnë shqiptarët. Si pas të jetë, po të më të Trumpi prap vendim të ndash Kosova e një pjesë e i për Shërbis, s'do reagoni neve si pas të jetë? Si pas të jetë, kur bëjë do reagojmë si që po reagoj tani. Ta mbaroj. Zoti, po qatë mbarosh e them se ti ke ndërkohë si po mbaron. Unë po të them, unë do reagoj si që po reagoj tani, që lexoj ato që ka shkruar të raporti. Korrupsioni i lartë, mungesë e luftës kundër Kur Izraeli shkon të vret të pafajshëm në Gaza dhe në Liban, të pafajshëm, ti mendon tu se Evropa do reagon sepse ka një presion të madh të opinionit publik evropian, si vazhdoni ju mbani marrëdhënie me një vend që bëhet pafajshëm. Ata impresionin e brendshëm. Ata impresionin e brendshëm në Shqipëri. Po nuk ngrihet versioni i brendshëm me predikime për Europën, ngrihet duke thënë të vërtetën. Dgjoj, ma lër ta mbaroj. E çishtot Evropa të thotë Ramës. Shiko, djakoje s'ke për hile. Ke bërë këto të po fund fare po ta jap golin, e ti mësua mua ku jemi ne të reagojmë, mos reagojmë dhe kësa Evropë sot që jemi i barin këtij zotërie. Që je duke folur për qartë në raport me ato që them unë. Je duke folur për qartë në raport me ato që them unë. Unë mos reagoj, ti them bëj që pyeshet Covid shqiptar, sikur në fuqi është një demokrat. Atë kurajë që Evropa e ka me Serbin, po ta përsërisë edhe një herë, quhet Pikola. Pikola quhet. Është raportuesi Europian i Parlamentit për Serbin. Jo lag se dje, po ta çoj. Dhe thot që problemi i Serbisë është autokrati Vučić. Dhe unë krajoj listën serbe këtë në zgjedhje.
Ku do kjo Evropë? Ku do kjo Evropë? Kuse ke neve? Rama, është i kej në raporte, por neve për japim barin. Sepse kjo bleu edhe Meloni, po ble dhe nga Greqia, dhe pa pikën e topët Gjermanisë. Dhe ti vazhdon, po pse nuk i bleka dhe Serbia me të njëjtën logjikë, zoti Burimi? Unë ata merrem, sepse janë ata. Zoti Burimi, pse nuk i blen edhe Serbia këta parlamentarët europian me të njëjtën logjikë? Për aq kosa ata pas kanë dalë në ankant, kush blihet më kush e ka çmimin më të lartë. Ta e përgjigjen, sepse sot, momentin e flasim tani bashk, zoti Vučić është tek pallati i popullit. Po, është në Kin. Pekin. Është në Pekin, po. Me Shipingun. 40.000 punëtorë serb hanë bukë prej kinezëve, ka shkuar të nëshkruaj kontrata nga qetralet bërthamore, e deri të Shkide nga kjo, letë le Europianët e i ta ketë në regull dhe me Europianët, jo vetëm me kinezët. Me qënë që nga çështja e çmimit. Ai Vučić nuk ka zgjedhur rrugën e qokës, ai ka zgjedhur rrugën e raportit të forcës me Evropën. O do të futesh në Evropë? Pra ti thua që unë shkoj që Serbia bën mulliçin. Bën atë që bën më të mirë, që luaj me gjitha portat apo jo? Asgjë fiton more. Asgjë fiton. Okej. Fiton thjesht që në pushtet dini dimensionatën dhe më gjatë akoma. Kjo është trasia e madhe. Dhe sot që opozit ka degraduar kjo opozit. Pikë sot s'ka tjetër plan vetë një deus ex machina që të jetë spakull, të drejtësia, që ta dalojë Ramën. Kjo është shpresa e fundit e politikës, dhe BE-ja e trastoi. Dhe tu do zgojnjen ata. Ku do vijë ambasadori i amerikan në Tiranë, do shohë që spakulli dhe më but akoma. Sepse ai vjen pikërisht për Greqinë. Në 45-ën Shqipëria u tradhtua dhe mbeti në një sistem diktatorial, ndërkohë që ishte premtuar zbarkimi i madh anglo-amerikan. Çfarë do bëjmë ne? Do presim të zbarkojnë ata apo do lëvizim ne këtu nga brenda? Se unë jam për lëvizje nga brenda njëherë, pastaj se nuk vjen kjo me mëshirë nga jashtë. As i mësuar ata se si do bëjnë punët e tyre. Europianit turp të kesh, ti thua se europianit turp të kesh që premtove që i bashkë do ketë praq kosa kyt bëj hapa mbrapa, të do se Balluku, tek të dhënat e të drejtave në parlament opozitës. Çfarë hapi brapa bërë ky? Çfarë i dha ky si bombon Evropës? Ja tham turp të kesh, dhe çfarë bëm? Çfarë bëm ata do të zër turpi, ata i mbaruan këtë punë. Po ndryshon puna, sepse këta ja kemi thënë Po ja kemi thënë pra standardet. Ja kemi thënë që s'ka standarde të shumë fishta në trajtimin e çështjeve. Po kaq kemi në drejtën e fjalës. Ma bëre pyetëm, sot nuk i një politikan në Shqipëri, nga mazhoranca, jo, por as nga opozita, që nga spekti, që nga Dashiri që është më milingone politikës, dhe ke Berisha që është mamusi, duke kaluar dhe nga lape nga she, nuk i asnjë politikan sot, nuk e euroskeptik, dhe me gjithë për Europian. Po të i bëj kritikë Evropës, si gjendjes të mbruajtur me mendsinë tënde. Ti thënë Evropës, ku i çon mushka me këtë njeri? Po si kush i pengon më zoti Burimi ta bëj? Si morë të paktën këtij njeriu, të paktën një lëshim. Që të thoshte të ma kthej prapë në parlament spaku dosi Balluku, e ja, të bëte paktën një lëshim. Ky vetëm ja bën Evropës kështu. Kush nuk Evropës dhe i merr shpërblime. Mua kjo më shqetëson. Tek neve nuk ndodh kështu. Po ky është problemi i Evropës, ma nuk është problemi ynë, nëse ndihmojmë, s'kemi çfarë bëjmë në këtë rast. Është problem vlerash. Okej, dakord Gens, po jo edhe me drejt thotë, edhe ky është problemi i Evropës, çfarë bëjmë në Europë tani? Çfarë mund të bëjmë ne? Nuk është problemi jon, ky është problemi i Europës. Po kjo mund të bëjmë neve sot Izraelit, po kjo s'na pengon të flasim, apo jo? Po jo, patjetër, këtu jam me ty dakord. Po. Tu jam dakord. Atë kjo është ide. Ora ne duhet flasim, po duhet flasim për ato gjëra ku kemi mundësi ndihmojmë. Ju me fjalën se keni ti dhe fjalën ke prej këtë pse e fillove emisionin më vure me nerva, e fillove duke thënë ç'u kemi ne me Evropën. Kupton disa pikë keni ju. Nuk bësh edhe me nerva dhe pa nerva, nuk bësh dot me nerva me mendjen time, po s'pëlqeu mendja ime mos e dëgjon se s'ka rëndësi me fjalë. Okej. Po unë do të rekomandoja të qetësohesh, se ne jemi këtu për të menduar për thënë ato që mendojmë ne, jo ato që do ti. Na lërë të themi ne ato që duam ne dhe që mendojmë ne i dashur. Pa dash të bëhesh me nerva, dash bëhesh pa nerva, ky nuk është problemi im personal apo i kujdo tjetër. Çështja qëndron që
kjo do nerva të forta, sepse nuk është çështje e një momenti. Ne kemi vite të tëra që jetojmë dhe vuajmë këtu më shumë se kushdo tjetër, edhe më shumë se ty, atë që ndodh në Shqipëri. Ne vuajmë atë diktaturën e urisë. Ne vuajmë atë diktaturën e urisë të gjitha, dhe megjithatë përpiqemi të ruajmë gjaktësinë sepse është një maraton kjo punë. Nuk e kisha jo, tani ta them se po ndryhim këtu. Por tu kish për vete ti le turpin tim. Nuk është në Iran, ka të flas për Iranin? Jo. Olli kishte Nardi Genci. Argumentin poker, argumentin asnjë në kujdes me atë verën franceze se të lodhë. Okej, mos kalojmë në gjëra personale. Një sekond, mos kalojmë në gjëra personale, Genci. As Genci, as Nardi. Një sekond. Ti në perëndim, moderatori do ndërhyjë të thoshe, po i thash pra, mos u merr banon buri. Atëherë pa këtë po them edhe unë, sepse nuk më lat. Genci, me që po sjell, me që po sjell standardet e perëndimit, në perëndim. Dhe një është argumenti më i dobët, që është një goditje me shkel poshtë rripi pallavaonave. I dashur Genc Burimi, me që solle argumentin e perëndimit dhe më vore mua fajtor në perëndim, dhe ti e di shumë mirë, Genc, kur flet drejtuesi e emisionit të gjithë heshtin. Por, ju e keni problemin që jeni mësuar që duhet flisni ju më shumë se drejtuesi e emisionit. Dhe unë po mundoheshem me 10 herë t'ju bëja juve të ulishit të ulni tonet, pas kush nga ju, as ti, as Nardi, e kam për të dy këto, por me që ti më solle modelin e perëndimit dhe unë po ta them, edhe në perëndim. E mbyllim me moderatorin, po moderatori ka shumë autoritet. Ka për ty, por moderatori. Okej, pra tani një sekond, në këtë moment po flas apo kërkoje Genc Burimi, apo kërkove Genc Burimi, po flasë një herë. Lutem ule pak mikrofonin vetëm një sekond. Të flasun, atë me që po më kritikon mua personalisht, po të përgjigjem unë personalisht. Personalisht. Atë po të flasun. A folet të flasun. Okej, faleminderit. Faleminderit që më le të flas. Po të thoja Genc Burimi, siç e the në perëndim që më bëre mua kritikë dhe unë po them, në perëndim ka një ligj pashkruar që kur flet moderatori të gjithë duhet heshtë. Jo, pra jo, po është pra Genci. Okej, pra Genci, kur unë mundohem të drejtësoj. Po jo, nuk po flasën se ore salla turma patjetër. Turma merr kod i dashur Genc Burimi. Turma mund të marrë kod patjetër. Turma mund të marrë kod, por nuk jam me turm, mendoj që jam me dy njerëz intelektual dhe drejtë të haj. Të garantoj, të premtoj Genci, do mbyllet emisionin, do të çoj ty me video. Okej, mirë. Atëherë, po dhe unë po mundoja të thoj, me që më kritikova mua, po mundoja të thoja edhe Burimi që e lë tani ta mbaroj të drejtë gjëja që po them, të lutem, më lini ta mbaroj. Ama ta mbyllë unë të pjesë emisioni. Faleminderit shumë. Atëherë, shumë faleminderit. Atëherë, po ju thoja. Po ju thoja edhe Olli që nuk ka rëndësi, por dhe unë po mundoja të shpjegoj aty Genc që Olli ka në sensin që ca gjëra ne i vuajmë në kurrizm më shumë se sa ty. Nuk e kishe për të ofenduar ty që jeton ti jashtë. Po ju nuk është turp më fare, por ne i vuajmë më shumë se ty disa gjëra. Nuk po thua ti. Gazetarët amerikanë. O, Thimi, të ndaloj. Ti thua gazetarët amerikanë, mos fol për Ukrainën se ne vuajmë bombën jo ti. Por jemi gazetar, ma thimin, bro. Ty jemi gazetar. Të tre, për fatin e mirë jemi të tre gazetar. Në këtë bisedë, për fatin e mirë jemi të tre gazetar. Për fatin e mirë, për këtë po thoja. Okej, tani, okej, tani dëgjos, po harxojmë më shumë. Genc lutem. Po harxojmë më shumë energji, me këtë gjë. Jeta private e personit që keni përballë. Kur mos hyni, është tabu neve. Okej, Genc, atëherë, po harxojmë shumë energji për këtë gjë dhe po doja, kisha shumë dëshirë të flisja me ju edhe 5 minuta të tjera, në mënyrë shumë të qytetëruar, për një temë tjetër. Nëse ju do ma jepni të kënaqësi të bëj një bisedë të qytetëruar me ju për 5 minutat në vijim, për votimet në Partinë Demokratike do isha shumë mirënjohës. Se duhet ta prekja edhe këtë temë ju. Nuk po them zgjedhje, do të thoya për votimet. Dhe me lejen tënde Genc po nis me Nardolli, me që ka qenë pjesë e PD-s e një PD-n nga brenda. Nuk e di. Jo, ka qenë Nardi ka qenë pjesë e PD-s, po ta them. Jo, po ta them. Nard, më pas është larguar se nuk është pajtuar. Nard, votimet. Okej, votimet në PD si u dukun? Nuk po them zgjedhje, se nuk ishin zgjedhje. Referendumi më saktë. Atë diskutuam edhe ditën e premte që nuk kishte asgjë të re nga fronti i perëndimit.
problemi i zgjedhjeve se ne duam diskutojmë për zgjedhjet në PD dhe sado që trim të mbajmë qëndrime si e mendoj unë, si e mendon ti. Çështja qëndron që ato janë zhvillime mënyrën e organizimit se si do ta bëj Partia Demokratike. Këto janë në tagrin e tyre për ta bërë. Por ditën që kjo Parti Demokratike dhe kushdo Parti Demokratike mëton për të ardhur në pushtet, atëherë zhndrohet në çështje të diskutimit publik, sepse është një parti e cila dëshiron të marrë pushtet. Dhe çështja shtrohet. Nuk është problemi për zgjedhjet e brendshme se i bëri si i bëri PD-ja. Në fundit çdo kush do thotë, veti duam, veti bëjmë si të duam. Çështja e qëndron, kur kjo PD do të shfaqet në zgjedhje duke filluar që nga zgjedhjet e ardhshme vendore dhe pas 2 vite, pak 3 vjet gati për zgjedhjet e përgjithshme, do të jetë një forcë politike që do t'i bindë shqiptarët për t'i votuar apo jo. Kaq e thjeshtë është. Çdo diskutim tjetër dhe aty pasaj ishte racional dhe humbje kohë, sepse jo duhet ishte bërë kështu, po duhet ta kishim bërë këtu, ndërkohë që ne kemi një fakt të kryer aty dhe kjo pjesë pasaj nuk e çati diskutoshme. Genc për ty? Për mua të di, opinionin tim këtu në Perëndim smerremi me jetën e brendshme e partive që janë opozitë. Me me programin. Pak për një gjë ra dakord me Ollin të dy ishit në një linjë. Kështu që për sa kohë është opozitë, mund të bëj çfarë do. Nuk e dëgjova shumë. Por që unë pres sot dhe pres sot që revizohen mendime ndryshme, nuk ka mendime ndryshme. Edhe Saliani dhe Kokalari që ishin ato gjë. Çfarë kanë ndryshe ata? Si mund të rrethën ata më ndryshe? Ose sot për shkakun kjo që me Ollin që patën debat dhe Ollin se kam parë personale, kam debatin e kam mbrapa dhe një thashë një mbrapa, takohemi pimi bira se shampanjë bashkë, dhe persona jesh shumë i këndshëm bides me as të dëgjoj. Por në debat nuk fal, jam si në një futboll, jemi në lojë, në fush. Po, rapidisht pastaj në debat mos fal, po. I jepi të drejtën tjetrit të flasë, jo vetëm të dëgjojë. Megjithëse Pisa po e the vetë që ka dhe arsye teknike që jemi dhe larg. Po patjetër. Kështu që kur vini në Tiranë do juftoj të dyve në studio. Po. S'ka problem. Është e kuptueshme. Ka debati me shumë pasion. As baroj aty, as paguajmë aty, kështu që çfarë e them në mënyrë pasionante dhe me sinjalitet të plotë. Dhe kur gjërat që më shokojnë që nuk do të shkojnë neve, kjo është dallimi. Tani vim ke Berisha edhe një herë. Problemi këtyre sot, edhe kjo më shqetëson mua, dhe kjo që thashë parë për Evropën. Po pasi nuk e një sot te gjithë kampi i opozitës të dalin të thotë europianëve. Apo ku po na çoni? Kjo do të ishte një linjë fraksione. Kene me Perëndim, jemi mësuar me fraksione, me idera ndryshme për vendin. Në Shqipëri s'ka kjo më hapit mua. Nuk ka idera politike për vendin. Ka për partisë, po sikur Saliani thotë unë do bëj më demokraci në parti, do bëj në këtë zonë, do bëj këtë këshill partia këtij. S'na intereson neve. Se intereson zgjedhësve. Zgjedhësit sot nuk i intereson fare që partia Le Penit është partia më diktatoriale në Evropë. Po them botë se ka regjime diktatoriale. Në Evropë është partia Le Penit sepse është nga babai ke e bia. Dhe nuk ka zgjedhje. Po kjo se tregon Franca që ma morë si shembull, si vend i edukuar, që nuk është shumë sepse Franca në debate është të mëshme. Kjo Francë pra, ka që edukuar, kjo Francë sot ja toleron Le Penit. Sepse nuk i hyn interes fare në xhep se çfarë ndodh ke partia e saj, ke çifti i saj i partisë. Është puna e saj e brendshme. Kjo zonjë vjen në pushtet, se kjo zonjë na bën propozime që janë të çmendura. Ne po reagojmë neve siç i propozimi që tha, për shembull që do dal nga Evropa. Ti po filluan si mediat merresh me opozitën. Pra merremi gjithmonë me propozime për vendin dhe sot nuk ka në PD. Edhe Berisha sot kur del në konferencë shqipi, ai shkon dhe shkatron, shkallmon. Ama dhe mirë bën, është e drejtë e tij politike, por nuk shoh për te buldozerit, nuk shoh Vincin të ndërtoj. Nuk shoh propozime për asgjë. Kjo është problemi për të sot, nuk është zgjedhja e Berishës. Ai dihesh, një parti për mua është gjë mirë. Një parti do, një parti ka një nevojë për një gul, për një lokal, për një seli, për militant dhe për një lider. Po. Këto për të marrë fare. Po i duhet dhe gjë e tretë, i duhet programi. Propozimi. Propozimi. Po. Kjo nuk shkon, por unë do ta bëj kështu. Kjo mungon thotë pra. Kjo gjë nuk shkon, por duhet bërë kështu. Dhe unë kam të projekt. Të se ka PD ato. Totalisht. Kjo është shpresoj që do vi mbrapa tani. Që se Berisha u qetësua tani, se besoj që shqetësimaj. Tani nuk ka më kohë, do të mos jetë parakoshme. Imagjinoni që një deus ex machina, kemi prapë të jetë parakoshme në Serbia do i ketë fundit. Shqipëria mund të ketë vitin e ardhshëm bashkë me lokalet. Imagjinoni, i negociojnë këta me europianët. Po.
E është gati, kush për doja, po? Mi japë diçka për të rinj që po largohen, çfarë bëj parti? Po mi japë diçka për këto. Reportazhe që dëgjojmë neve për këto mafë shqiptare që kanë për botën, ke ndonjë propozim ç'do bësh? Thua shqiptar në Shqipëri, të më kthim në Shqipëri, në Shqipëri bëj një burg special Guantanamo. Gjëra të tilla, gjëra konkrete. Okej, e kuptova. Gjëra si propozim. Po vetëm ka Berisha. Berisha është si thua si Rama, është në krye partisë. Challengerët ku janë? Ku është Lapaj? Ku është Aliani? E kuptova. Të duan nga challengerit të jetë ai më kreativ, më inovativ. Që ta vën lëvizje, ta imponoj, që ta imponoj të vjen lëvizje në partitë të tjera. Tu jam dakord, po, që ta imponojnë. Okej, Genc, Nard, kënaqësi do kisha të dyve në këtë debat të zjarrt. Ju premtoj që debati i ardhshëm do të jetë kur Gencit do na vi në Shqipëri. Do ftoj të dyve në studio dhe mund të bëjmë debatatin një orë. Do më lejosh ti bëj një falje publike, Nardit? Ja. Publikisht falje. Do falësh, e kam një moment do më thonë që më te kalon, je personazh shumë simpatik, shumë i qetë. E pranuar. Shqipërisë duhet njerëz të ty. Kjo është një qetësi, duhet njerëz të qetë. Ne duhesh, do të them me sinqeritet, vërtet që prezanton diçka. Okej. Ti je paqet brendshme. Ja, kjo ishte mënyra më e bukur. Olli, mesazhi fjala jote për Gencin e fundit, tashmë, me që ai kërkoi falje, çfarë? Asgjë, thjesht unë i them Gencit që duhet ketë pak më shumë durim në debat, sepse vetëm duke dëgjuar njëri tjetrin do kemi mundësi të shkëmbejmë argumentat, sepse këto lloj bisedash janë një lloj si shprehje vjetër amerikane, që kur fillojnë janë të parimit do dakordsohemi që s'do bijem dakord, sepse ky është edhe koncepti i zhvillimit të një bisede apo dhe të një debati, sigurisht që do të ketë gjëra arsyeshme dhe logjike që bijem dakord. Si kundërisht edhe rasti i sugjerimeve që zoti Burimi tha, Genci tha për punën e PD-s, që ne kemi kohë që i trajtojmë së bashku thimi, braktisja e reformës zgjedhore, braktisja e reformës territoriale dhe ligjet për vetëqeverisjen vendore, që janë thelbi me të cilat duhet merret PD-ja, duke mos krijuar, le të themi, në opinionin publik telenovela të tepërta që shkëpusin vëmendjen nga çështjet madhore që ka vendi, por e fokusojnë pastaj te zhvillimet e brendshme duke e kthyer këtë në një lojë për pushtetin. Genc Burimi, Leonardo Olli, shumë faleminderit, kjo është mënyra më e bukur për ta mbyllur debatin. Ju përshëndes të dyve dhe ju uroj të dyve një javë sa më të mbar. Kalofshi sa më bukur. Ndërprerje shkurtër publicitare, rikthehemi sërish. Me mua Ujeza Doshlani do t'jemi bashk në edicionin e lajmeve të pasdites nga ora 15 deri në orën 16 për çdo raportim nga çdo cep i Shqipërisë dhe përtej saj nga rajoni dhe nga bota në kohë reale.